Mbrëma të gjithëve, unë jam Manjola Luku, deputete e qarkut Durrës. Të dashur qytetar, gra, burra, djemë me vajza, sot ne jemi këtu jo vetëm për një tubim politik, por jemi këtu për të thënë stop, për të kërkuar përgjegjësi dhe për të rindërtuar besimin që ky vend ka nevojë ta rifitoj. Së pari, në emër të grave shqiptare, nënave, vajzave, unë qëndroj para jush për të ngritur zërin kundër ligjeve që sot synojnë të shkatrojnë familjet tona, ekonominë tonë, demokracinë dhe moralin kombëtar. Ne protestojmë sepse qeveria ka dështuar në detyrën e saj më themelore të garantojë mirëqenie, siguri dhe transparencë. Ne jemi dëshmitar se si atentatet në Shqipëri nuk janë më thjesht rënje shtetit përpara dhunës, por dhunë e kapur në bashkëpunim mes shtetit dhe banda kriminale, siç rezultoi nga ngjarja e rëndë në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit apo ngjarja e fundit në Elbasan, ku klismat e së motrës ushtrojnë për vëllain e ndjerë. A mundemi ne sot të heqtim për aferat e fundit që tronditën themelet e shtetit? Zëvendësja e Edi Ramës, Belinda Balluku, është kapur në biseda duke bërë pazar me paratë e shqiptarëve e duke vendosur në përkafene se si ndërtohen tunelet, si vidhen urat e se kush duhet të bëj supervizimet qore të objekteve pa siguri për qytetarët shqiptarë. Qindra raporte ndërkombëtare flasin për konflikt interesi, për keqpërdorim të pushtetit në Shqipëri. Sot, skandali me figurën e Belinda Ballukut dhe urdhrat e Edi Ramës nuk janë çështje të tyre private, por cënimi i rënd i interesi kombëtar të Shqipërisë që na prek të gjithëve neve. A nuk jemi në dëshmitarët se sa raporte të mediave ndërkombëtare, të cilët janë alarmuese dhe nuk duhet të injorohen. Janë këto raporte që i flasin ndërgjegjës së qytetarëve të lirë të Shqipërisë dhe që artikulojnë vendin tonë si një narkoshtet. Ne duhet ta kuptojmë një herë mirë se sistemi ynë është infektuar dhe se nuk mund të lejojmë që imazhi i vendit tonë të reduktohet në trafik droge, korrupsion dhe pastrim parash. Ne nuk jemi këtu për të brohoritur pa kuptim, por për të nisur betejën për të kërkuar një shtet që respektohet, që respekton qytetarët dhe që nuk lejon që klanet e të pushtetit të kapin organet drejtuese si pronë private. Shqipëria nuk është pronë e Edi Ramës dhe as arat e personale të Belinda Ballukut. Unë, si deputete, si grua dhe si përfaqësuese, ju bëj thirrje që të bëhemi të gjithë bashkë, ku paralelisht jo vetëm të protestojmë, por dhe të ndërtojmë një alternativë të re për vendin. Dhe për këtë duhen zgjedhje të lira të ndershme, dhe zgjedhje të tilla me Edi Ramën kryeministër, aq më pak me Belinda Ballukun zëvendësen e tij, nuk ka dhe nuk mund të ketë. Ju falenderoj të gjithëve.